Mbroma Shkupi. Të nderuara motra e të dashur vëllezër, prindër të dashur e të rinj, të lumtur, të nderuar të drejtues vlenit, të dashur miq të vetëvendosjes e të Arbërisë, shumë i dashuri kryetari Kuvendit Afrim Gashi, ju deputet e ministra e ti Adnan shka ma regullon mikrofonin, funksionar të dashur kandidat për kryetar të komunave e për listat këshilltarëve, shumë të respektuar të pranishëm. Sonte ndori kam 7 letra për 7 minuta, por e kam zemrën plot për këtë popull. Sonte jam këtë skenë që t'ju flas në zemër si vlen, si shqiptar, e si besimtar, e si dikush që askujt asnjëherë nuk i ka thonë zagar. E sonte, të duke e parë këtë sallë të mbushur plot, nuk mund të mos pranoj si jam gjitur në këtë skenë, të pohoj se unë i takoj subjektit që për 15 muaj i bëri të gjithë shqiptarët krenar. Po, jam shumë krenar që nuk vinë skenë të ta këtë shpërdori Shqiponjen, ama as nuk shkojt ajo zyra në Kuvend e të bëhem zot Pulës. Jam shumë krenar që i takoj një subjekti i cili i ndaloj me ligj kazinot që shkatronin familjet tona e ato me ato para ndërtonin pallate. Jam shumë krenar që ne e bëm ligjin për përfaqësimin e drejt e adekuat që priti gati 2 dekada e ata cilët e kishin plot gojen marrëveshjesorit nuk e bën asnjëherë. Jam shumë krenar që i takoj subjektit i cili e zyrtarizoi medresen Isabeu, një shkollë shekullore, por e cila kishte mbetur shkollë e egër. Jam shumë krenar që i ndam 80 milion euro për zhvillim të komunave shqiptare, që bëm qindra projekte në komunat shqiptare, e që tash e tutje do i ndajme dhe 240 milion euro tjera për zhvillimin e komunave shqiptare. 2300 punësuar shqiptar, 700 shqiptar të avancuar. Kjo është përfaqësimi i drejt dhe adekuat. Andaj, sonte me plot bindje u them, Vleni nuk është listë e premtimeve, Vleni është një inventar i punëve, Vleni nuk është vetëm projekt fushate, Vleni është projekt i kombit shqiptar. E kur flasim për njerëzit tanë, më duhet t'ju them se Vleni nuk është individi, por Vleni është ekipi. Andaj, unë jam shumë krenar që në këtë betejë jam bashkë me Izetin, sepse e dua shairin e urbanizuar. Jam shumë krenar që jam bashkë në Bilalin, sepse e dua Tetovën e zhvilluar. Jam shumë krenar për të 2 blerimat, blerimin e Zhelinës e blerimin e të Dollnenit. Jam shumë krenar për 2 Dautat, Dautin e Taraqinës e Dautin e të Arcës. Jam shumë krenar për 2 Enisat, Enisin e Hasanbegut edhe Enisin e Shutkës. Jam shumë krenar për Fisnikun e Dibrës Fisnike, për Muhamedin e Sarajt, për Sedatin e Studeniçanit, për Mendijun e Strugës, për Sebadinin të Kostivarit, për Arbenin e Kumanovës, për Fetijun e Bogovinës e për Mehmetin e Vrapçishtit. Jam shumë krenar për Nezhmedinin e Likovës, për Fatmirin e Kërçovës, për Beharin e Butelit, e
për bashkimin e Shkupit. Jam shumë krenar se këta nuk janë vetëm se emrat përveçëm personave, po janë fytyrat e reja të besimit e të përgjegjësisë e cila vlen. Shumë të dashur të pranishëm, e kam sonte edhe një pyetje. Ata që para 2 netëve ishin këto, vitin e kaluar i patën kënjyer bashkëqytetarët tanë, rom, turq e poshnjak, sepse e kishin frikën të ballafaqohen si koalicion shqiptar. Ama atë natë nuk i pam ata njerëz afër tyre. Dhe kjo ndodhi për shkak sepse nëse humb besimin, i humb edhe aleatët. Andaj ne garuam me dignitet e me zemër. Dhe atë ditë në mbështetën miqt e fqinjët tanë, e ndërsa sot po në mbështesin shumë fort, sepse sot nuk jemi ne vetëm alternativ për shqiptarët, por jemi shpresa që vlen për të gjithë qytetarët. Shumë të dashur të pranishëm, ne nuk po kërkojmë vota për të mashtruar, e kërkojmë besimin tuaj për të vlerësuar. Ne nuk jemi këtu për të sharë e për të ofenduar, por jemi për të punuar e për të ndërtuar. Fjalët e mëdha, e në qoftë se doni edhe ofendimet e mëdha të pa kemi lënë atyre. Neve në kam betur t'i bëjmë vetëm punët e mëdha. Ofendimi është shenjë e të topsisë, e puna është arma e mirësisë. Andaj në këtë frymë e në këtë diskurs, unë një lusë të vazhdojmë në këtë fushat në mënyrë korekte, pa ofendime, e të qytetarët, të ofrojmë zgjidhje për shkollat të reja, për qerdhe të reja, për spitale të reja, për rrugë të asfaltuara e të ndriçuara, për ujë të pishëm, por edhe për shumë pastërti të mjedisit e për shumë higjienë të komunikimit. Këto ishin 7 minutat e mia. E 7 minutat e juaja shfrytëzonim me 19 tetor e t'i thoni po kësaj që po e ofrojmë ne, sepse gjërat kur s'kan qenë kaq bardh e zi. E nëse këtë fjalim do e kishte mbajtur të Fanoli, ai do kishte thënë: këndej sa bukur, andej sa zi, o Ali. Andaj jam shumë krenar. Andaj jam shumë krenar që jam vlen, që jam shqiptar, që jam besimtar, e që askujt asnjëherë nuk i kam thënë zagar. Faleminderit shumë.